Po është e kuptueshme që secili rast ka specifikat e veta. Rasti i vrasjes Liridona Ademaj nuk ka qenë si raste tjera. Ka qenë një prej rasteve ku jo në aspektin procedural, por në aspektin e peshimit provave, qoftë edhe të përfacimit, nuk ka qenë i lehtë për mua si avokat edhe në aspektin personal, pasi që kanë mund edhe emocionet me të mashtru në disa raste, por që kur shikojmë si rast në kuptim të peshimit provave, prova materiali ka pasur shumë, kemi qenë me fat që kemi pas disa hetues të jashtëzakonshëm cilët që në fazën e parë të hetimeve kanë mbledh shumë videoingjizime, kanë mujtë me argumentu gjithë rrugtimin e Naim Murselit me Granit Plavën, pranimi i fajit nga ana e Tom Dodës për shitjen e armës ka luajtur një rol shumë të rëndësishëm, pasi që është konsideruar si fakti kryer blerja e armës nga Naim Murseli dhe Granit Plava. Mëtej dhënia e mbrojtjes nga palët, përkundër që ka qenë një strategji e mbrojtjes, konsideroj që na ka ndihmu shumë me apo pa dijen e tyre, por që kanë shpërfaq lidhjen e secilit me veprën penale, qoftë duke tentu që t'ja hedhin faj njëri tjetrit apo dy nga ta bashk kundër tjetrit, por që ka sjell rezultatin e njëjtë. Në aspektin procedural juridik nuk ka qenë edhe e lehtë për shkak se të përfaqësosh një lëndë nga ana e pozitës së palës dëmtuar, është si asmish as peshk, nuk i as mbrojtës as prokuror. Domethënë për mua si avokat është e vështirë për shkak se nuk mund të ushtros gjitha drejtat e prokurorit sepse hetuesit nuk janë dorën e përfaqësuesit palës dëmtuar. Në anën tjetër nuk i as vetëm palë dëmtuar, por je një avokat i veshur me disa autorizime ku nuk është çdo herë lehtë të navigosh në procedurë, por që rezultati përfundimtar ishte shumë i kënaqshëm dhe besoj që ka dhënë mesazhin që është dashur me dhënë. Po, gjithsesi do të flasim edhe për pjesën e anës hetuesve dhe të prokurorisë dhe punës që e kanë bërë gjatë hetimeve dhe akt akuzës. Leonard, si e keni parë se a konsideroni që me këtë vendim në një farë forme është arritur drejtësi për motrën tuaj, është thënë edhe në reagime, e dëgjuam edhe presidenti i vendit ka reaguar që ajo s'kthehet më, po a konsideroni që sadopak u ka lehtësuar dhimbjen dhe ka një farë lloj drejtësie me qenë se është dënimi kapital që parashtrihet me ligjet e Kosovës? Është shumë e vërtetë se asnjë vendim nuk e kthen Liridonën më. Po ky vendim i sudit le të shërbej për ne si familje, ky vendim le të shërbej për Liridonën vet, po ashtu edhe për fëmijët e saj, sepse ata do të rriten dhe do ta kuptojnë se dikush i përgjithshëm e dënoi krimin për largimin e tyre, për largimin e nënës së tyre nga jeta. Ishte vendim që sadopak na lehtëson dhimbjen e familjes tonë, pasi që ka qenë periudhë e vështirë për neve si familje, humbja e Liridonës la një boshllëk të madh në familjen tonë, por sadopak kriminalet që vuajnë dënimin e tyre, për ne është më lehtë sadopak. Si e keni menaxhu këtë kohë, këtë periudhë që s'ka asnjë diskutim që ka qenë shumë e vështirë, dje keni përmend edhe në një postim në faqen tënde në Facebook edhe se normalisht vështirë për fëmijët, për vështirë ka qenë edhe për nënën tuaj gjatë kësaj periudhe. Po pra ishte shumë e vështirë edhe për nënën, babën, ishin shumë të merakosur edhe ata se çfarë vendimi do të jepet. Por po besoj që me këtë vendim edhe atyre sadopak ju është lehtësuar zemra.